Llapi e kam poshtër Gjilanin me rezultat minimal 1-0 në Podujev në ndeshjen e vlefshme për javën e 19 të vala Superligës së Kosovës në futboll. Një pjesë e parë pothuajse barabart me dy skuadrat që kërkonin golin e epërsisë. Ti qëllimi për paksa nuk i arritën mysafirët me anë të Leutrin Bekteshit që provoj të realizoj me kokë në fund të 45 minutëshit të parë. Vendasit e filluan foreshën pjesën e dytë dhe shënuan vetëm pas 2 minutash lojë, por goli kapitenit Hamdin Amani u anulua për shkak të pozitës jashtëloje. Gjilanasit u kundërpërgjigjen me sulmuesin Isa Emin Haziri, i cili depërtoi bukur në zonë, por goditja e tij përfundoi mbi port. E një rast ideal për mysafirët e lëshoi zëvendësuesi Vllaznim Jashari, që e çoi topin jashtë cakut 1-1 me portierin Avdyli. Mirë po gabimin e Jasharit nuk e bën një tjetër lojtar i ardhur nga Stoli. Me njëherë pas këtij rasti Florin Borbatovci shënoi për 1-0 në minutën e 86. Ndërka 6 minutat shtesë të kësaj ndeshjeje nuk dhanë më asgjë përveç sinjalizimit të gjyqtarit Besnik Batalli. Trajneri i Llapit Tahir Batatina ishte mjaft i kënaqur me 3 pikët e siguruar në fund të ndeshjes. Po, mendoj që ka qenë një ndeshje shumë e vështirë për skuadrën e Llapit, pasi ne patëm një ndeshje në parë sezonën pranverore për kupë, cili ka qenë edhe qëllimi i skuadrës Llapit që ta eliminojë Fërimekelin për të dënë për kupë të Kosovës. Ato djemë dhanë maksimumi dhe në besë, ndoshta nuk mujtë të tempën më të mirë nga vetja, pse kena pas rastet. Edhe kjo fitore ndoshta ish mund të vi më herët dhe mos të vinë në presion, por ngarkesa e lojtarëve që ta fitojnë ndeshjen, unë vrejta që është modalisht na përcjell gjatë lojës. Gjilani si Gjilan, edhe pse nuk kanë pozitë tabelore mirë, si mysafir jashtëzakonisht luan mirë, ka një skuadër solide të mirë, edhe luan pa presion, të di që pozita e Gjilanit në tabelë bën që të luajë pa presion, të di që është larg për titull kampionit. Kështu që neve na bën pak më ngarkuar, por sido që tjetë ne menaxhuam mirë lojën, edhe pse ndoshta si trajner rrezikova që ta fitoj lojën apo ta humbi lojën, dhe luajta me skemën e lojës që sidomos nga minuta 70 që me çdo kusht arbitri te goli, ashtu edhe erdh goli. Kjo është e rëndësishme, këta të dhanë maksimumin dhe besoj që ndjeshet e rrodhës, sepse si kanë pas 2 lojtarë si Berat Hyshenin dhe lojtari i cili ka nga Kolumbia janë të rënduar. Prapë menaxhu mirë lojën dhe Florin Borbatovci, lojtari i cili u rikthy pas lëndimit, më tregoi që me të vërtetë është një lojtar i madh dhe ta vendosë lojën. Homologu i tij Arbnor Morina, i cili u duk mjaft nervoz gjatë tërë takimit, thumban gjyqtarët për këtë humbje. Shumë ndeshje e mirë, atmosferë fenomenale që është dilë më bon po dhe. Llapi, shumë ekipe e mirë me trenerat mirë po ata me dverdha mrena nuk janë nivel detyrës. Me këtë fitore Llapi tani ka 39 pikë, pa sa Prishtina e vendit të dytë, derisa Gjilani mbetet në pozitën e 6 me 26 pikë. Të mërkurën Llapin e pret një përballje e vështirë me Fërimekelin në Drenaz, ndërsa Gjilani është një koqer i lirisë.